sallallahu alaihi wasallam na kanë ardhur dhe na kanë tregu se ibadeti më i dashur te Allahu pas farzëve, do të pas namazit dhe pas zakatit dhe haxhit dhe xherimit, apo disa siç kanë thonë dietar pas namazit më njëherë është vëllazërimi për Allahun subhanahu wa taala. Kjo është një vëllazërim të cilën Allahu subhanahu wa taala e don. Kjo është një ibadet që Allahu subhanahu wa taala e ka obligu vetës së tij që t'i don ata që don për Allahun subhanahu wa taala. Vallë, ne a dumi për Allahun subhanahu wa taala. Nëse ne dumi për Allahun subhanahu wa taala, dhe ajo që na ka bashku është Allahu subhanahu wa taala dhe dini i tij dhe sunneti i tij, si ka mundësi që gabimet e vëllezërve mos të kenë arsyetim në zemrën tonë. Vallahi, ai i cili thot se duhen për Allahun subhanahu wa taala, ndërsa gabimet e vëllezërve nuk kanë mundësi me gjetë arsyetim zemrën tonë, ai faktikisht këtë vëllazërim e ka për dunjan. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala na ka tregu qartë në Kur'anin e Kerim. S'ka mundësi me thonë dikush që kena besu pa hin spro. S'ka mundësi asnjëri prej nesh me thonë se ne duhemi për Allahun subhanahu wa taala. Ne duhem që jetojmë për Allahun subhanahu wa taala. Ne duhem që ta fitojmë ata që Allahu subhanahu wa taala ka premtuar për ata që janë besnik pa shtin sprov. Ka një sprov është prish për dunjan. Kjo tregon se vallahi dashurinë të cilën e keni pas prej fillimit, se keni pas për Allahun subhanahu wa taala. Për ata ktheu vetes tonë. Tenton mendon se pe përmison dikan, a nuk e din i shkreti se është duke e përgoju që është e boni gjuna të madh, sipas shumicave së dietarëve, për shkak se gibeti është prej gjunave të mëdha, jo veç kaq, po ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul janna al-qattat aw an-namam. Nuk hin në xhennet ai cili i bart fjalë. Nuk hin në xhennet ai faktikisht don me përmisu diken, apo tenton që ki faktikisht është ai cili bashkon di zemra me gibet, me përgojim, me barqet fjale, me shtrimin do me thonë e fjalëve runa Zot. Për këtë arsye këto janë kurthët e shejtanit. Ne nëse dojmë që takohemi me Allahun subhanahu wa taala faqebar, dojmë t'i largojmë për shkak se këto janë disa mëkate të mëdha që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bon, na ka tregu dhe ka thonë se këto do të jenë shkaktar që do të na pengojnë prej xhennetit, dhe runa Zot këto janë shkaqe të cilët na i humbin xhennetin. Si ka mundësi që unë vllaun tim mos me arsjetu? Si ka mundësi që ne vëllezër të cilët jemi bashku në hijen e Kur'anit Kerimit, në hijen e sunnetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk ka mundësi me i gjet arsjetim vllaut tim, vllaun të cilën ma jep një këshill për Allahun subhanahu wa taala. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se besimtari janë pasqire besimtar. Rahimallahu Umar, Allahu mëshiroft Omerin, ata të cilët ishin të ashpër ndaj jo besimtar, ishin të mëshirshëm ndaj besimtar, ata të cilët keshin frikë një ditë kur takohen para Allahu subhanahu wa taala, ata të cilët e takonte vllaun e tij dhe i thonte, të lutem, pash Allahun më tregon se ti e pasqira im. Përderisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kështu, ti më shef më mirë mi shef gabime. Të lutem për Allahun dhe thonte Allahu e mëshiroft ai i cili ma tregon gabimin. Ndërsa vëllezërit ton, ata të cilët tentojnë me jetu në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse ja tregon një gabim, edhe nëse metodën dhe mënyrën se ka gjetë gabimit, edhe e din se gjindet në ta, i veneran pse ma tregojnë gabim, subhanallah. Kur Sheikhul Islam Ibn Taymija thot, musliman janë vëllezër si di duar. Nëse një dorë shef diçka të përlim dorën tjetër, thot e fërkon. Ka mundësi që do njëherë e fërkon dhe tepër dhe i gjen. Mirë po qëllimi është me pastru. Për ata, kështu duhet kuptohet vëllazërimi për Allahun subhanahu wa taala. Duhet kërkojmë këshill, e jo të idhnohemi prej këshillëve, për shkak se një ditë vallahi kemi mira pishman kur dalmi për Allahun subhanahu wa taala, për çdo minutë që e kemi kalu dhe se kemi shfrytzu për dinin e Allahut. Kemi mira pishman për çdo ditë që na ka kalu, edhe si jemi këshillu me fjalët e vëllezërve tanë. Kemi mira pishmani një ditë për çka kemi kalu kohën bosh, e s'kemi vepru për dinin e Allahut
duke ditë se Allah subhanahu wa taala është ai që e ruan dinin e tij. Mirë po Allah subhanahu wa taala ka bon sebeb. Nëse ne ndihmojmë këtë din, Allahu na çon bereqet, nimetet dhe begatit e tij i shton. Nëse ne e lëm pas dore këtë din, nuk interesohemu për këtë din, po interesohemu për dunjon ton më shumë se për dinin ton. Allah subhanahu wa taala bën popull qerë, të cilët luftojnë rrugën e Allahut subhanahu wa taala me çdo sen që e posedojnë. Nuk shpresojnë diçka tjetër vetëm që takohen me Allahun subhanahu wa taala faqebar. Dëshirojnë që të shpëtojnë prej zjarmit të xhenemit dhe ta fitojnë xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Për shka mos të jemi ne ata. Përderisa ende Allahu subhanahu wa taala na ka mundsu me marrfrim. Vllai dashur musliman, a nuk po i sheh kujshit e tu? Për çdo ditë po i përcjellmi te varr. A nuk të kujtohet ndonjëherë se ti ndoshta mund të jesh ai i cili bartet në tabut? Normal, për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pasi që pa të ndalu vizitën e varrezëve, preferoi që ti vizitojmë varrezë. Mirë po, vizita e varrezëve ka rregullore. Vizita e varrezëve është për qëllim që zbutet zemra, të mirët mësim dhe t'i thojsh vetës tënde, pasi që ta vizitojsh një varr, pasi që ti vizitojsh varrezat dhe të shkojsh në ta dhe të shtrihesh dhe t'i thojsh vetës, a peshe, ja pra Allah subhanahu wa taala ta ka mundsu edhe njerë mu këthi. Vallë, a do ta vendosh ti me i lënë gjitha ato të këshijat të cilët Allah subhanahu wa taala i dhënon? Allah subhanahu wa taala begatit e tij të një pasnjëshme i vazhdon, kurse ti ende gjendesh gjunohet të cilët Allah subhanahu wa taala i dhënon. Si po don rahmetin e Allah, si po don ndihmën e Allah, vllai dashur musliman, mos harro se çdo sen që po ndon botën islam dhe jashtë asaj islam kundra muslimanëve, ndoshta jemi faktor krijesor ne, për shkak gjunave tonë, për ata mirët nderi motrave tona, ndoshta për shkak gjunave tua, për shkak mos dashnin për Allahun subhanahu wa taala, për shkak urrëqen që e kemi, për shkak xhelozin ton që e kemi. Këtë këto janë pasojat të cilët dalin ditën e gjikimit çato non, çato motra dhe me i thonë, mu e mderi, mu mirte në për burgje të ndryshme të jo besimtar, mu e mu mbush të barku me ujrat të ndytura për jo besimtarve, kurse ti s'kishe mundësi atë dit me u të ngrit natën, me prish gjumin, me lon jastikun edhe me ma bon një doa, pas taj ti po e ndin vetën, tonë se je pjesë mars i këti umetit, penin vetën se je pasus i pengamerit tanë. Wallahi, sot disa gra janë duke afru për dinin e Allah subhanahu wa taala, ma shumë se sa shumë burra të cilët kanë thonë vetës burra, për shkak s'ka mundësi me prishën, do me thonë dunja lëkin e ti, s'ka mundësi me prishën rahatin e ti, për dinin e ti, për vetën e ti, për xhennetin e ti, për ata të cilën Allah subhanahu wa taala ka premtuar. Për këtë arsye, sot ma shumë nevojë kemi që të jem një grosht, ma shumë kemi nevojë që të bashkohemi, ma shumë kemi sot nevojë që t'ja falmi njëri tjetrin, që Allahu ndoshta na shikjon me mëshirën e tij dhe na fal gabimet tona, na i fal tmetat tona, gjithashtu na i fal ata të cilën vëllezërve tonë dhe një doa s'ja kena afru. Mos flasmi diçka tjetër, po dhe doan të cilën kjo kushton ma pak, me gjithata ka peshte Allah subhanahu wa taala dhe këta jemi bon koprat. Pastaj ne i thojmë vetës tonë se une jam ma i mirë se filoni, une jam duke kontribu për këtë din, kur ta shiqojsh se aja pengesi këti din, për shkak se për derisa a i vetë jep vetës guxim që të flet për vellahun e ti, vallahi nuk ka mundësi njën me fol keq për dikan vetë derisa ta pëlqen vetën e ti. A e ka pëlqej vetën e ti. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë me një hadith, do me thonë që nga ona Allah subhanahu wa taala, do me thonë me u pas frigën që po jo ka plon një smunje, e cila është smunje e zemrës, me e keqe, mos me pas bon gjunat, do t'ish në frigën se po jo ka plon një smunje, e cila është smunje e rrezikshme, ajo i thojnë ujb, do e thonë pëlqimi vetë. Kam pas frikë se po ju pëlqen vetë, për këtë arsye Allah subhanahu wa taala e ka bon njërin që të gabon. Për çka? Për arsye se kur bën gjuna, e shef vetën, do me thonë larg Allah subhanahu wa taala, e shef vetën me tmet, e shef vetën me gabime. Për këtë arsye Allah subhanahu wa taala si ka mbyll dyert e tobes
Megjithatë nuk e ka bën njeriu të pagabuar që mos ta pëlqejnë veten e tij. E subhanallah. Na me gjithë gabimet që i kena prap veten e pëlqejmë. Na me gjithë gjunoat që i bëjmë natën dhe ditën, prap veten tonë e pëlqejmë. Dhe thojmë se ne jena më të mirë se filoni dhe aloni dhe qetri, kurse ndoshta Allahu subhanahu wa taala ka shiqur hajër në zemrën e tij, ai e përfundon me hajër, e ti e përfundon me keq. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se njeriu shpërblehet sipas përfundimit. Për këtë arsye ne më nevojë